të gjitha dekadave dhe viteve nën okupimin e Serbisë dhe të Jugosllavisë në shekullin e gjatë 20. Të nderuar ish luftëtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, veteran e invalid, familje të dëshmorëve, i nderuar i kryetari i shoqatës së ish burgosurve politik, zotëri Shefik Sadiku, e nderuara ministre e drejtësisë në detyrë zonja Alblena Axhiu, të nderuar kolegë nga qeveria e Kosovës e Kuvendi i Republikës, të nderuar mbijetuar të masakrës së Dubravës, të nderuar familjar të viktimave të masakrës Dubravës, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër të nderuar të pranishëm, sot teksa jemi tubuar në borën e burgut Dubravës, ne po qëndrojmë në një nga vendet më ekstreme të trashëgimisë së errët të kohës së luftës në Kosovë. Ky vend, ky obor, strukturat ndërtimore të këtij burgu, kjo tokë dhe gjithë hapësira përreth, përbëj një nga zonat më të rënduara me përjetime vuajtjesh dhe vdekjesh njerëzore në tërë Kosovën. Çdo vit në muajin maj, sa herë që kthehemi këtu për ta kujtuar masakrën e Dubravës, ne jo vetëm që i rikthehemi historisë së kësaj masakre, por edhe rizbulojmë atë, duke plotësuar me rrëfime të reja nga të mbijetuarit dëshmitar të shumt dhe nga vetë reflektimi ynë për kohën e luftës e sidomos për këtë ngjarje. Zbulimi i masakrës së Dubravës është para së gjithash zbulimi i vendeve ku ajo ngjau, i kufomave të viktimave dhe i dëshmive të rrëfyera nga dëshmitarët. Masakra e Dubravës filloi të zbulohej qysh në ditët e para pas luftës. Kështu, me 27 qershor 1999, vetëm një javë pas tërheqjes së forcave të armatosura të Serbisë nga Kosova, këtu pranë në fshatin Rakosh, ushtarët italian të KFOR-it e identifikuan një varrezë masive me stela druri me mbishkrimet NN për anonimitetin e kufomave. Me 13 gusht të vitit 1999, një ekip spanjoll i forenzikës i zhvarrosi kufomat e 97 shqiptarëve nga ajo varrezë masive në Rakosh. Kufomat u takonin të burgosurve shqiptar të vrarë në burgun e Dubravës 3 muaj më parë. E një muaj pas fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s mbi Jugosllavi, gjatë fundit të muajit prill dhe fillimit të muajit maj, autoritetet okupatore serbe i grumbulluan të burgosurit dhe pengjet shqiptare nga burgjet e Kosovës dhe të Serbisë dhe i sollën këtu në burgun e Dubravës. Ky operacion i organizuar tregon që masakra që do të pasonte në këtë burg ishte planifikuar nga autoritetet më të larta shtetërore të Serbisë. Pas kësaj, i burgosuri mbase më eminent, politikani dhe profesori i mirënjohur e i pazavendësueshëm Ukshin Hoti, i cili po i vuante ditët e fundit të dënimit të tij prej 5 vitësh burgosit shqiptuara në vitin 1994, u zhduk nga burgu i Dubravës pasi që u inskenua lirimi i tij me 16 maj 1999, një ditë para se të përfundonte dënimi i tij me 17 maj. Ky lirim është i dëshmuar nga dëshmitarët dhe i dokumentuar nga dokumentet e kohës. 3 ditë më vonë, me 19 maj 1999, filloi zbatimi i skenarit për vrasje masive të burgosurve shqiptar. Forcat policore serbe, bashkë me gardianët e burgut dhe me disa nga të burgosurit më kriminal serb, do të shtinin me armë dhe bomba ndaj burgosurve shqiptar 65 ditëve në vijim. Kësaj, me 24 maj 1999, nga rreth 980 burgosur shqiptar sa ishin grumbulluar në burgun e Dubravës, një u zhduk, pra Ukshin Hoti, që dhe sot vazhdon të jetë mes të zhdukur dhe me dhunë, 117 burgosur u vranë, kurse mbi 300 të tjerë u plagosën, prej tyre 185 rënd. Por zbulimi i masakrës së Dubravës është zbulim edhe i kryesve të kësaj masakre, i planifikuesve të skenarëve të saj,
i urdhërdhënësve dhe i zbatuesve. Të 117 vrarët në këtë burg, varret e tyre dhe mungesa e tyre mesnesh janë dëshmia më e pamohueshme e këtij krimi shtetëror. Shumica e të mbijetuarve të kësaj masakre janë gjallë dhe plot prej tyre janë sot këtu bashkë me neve e mesnesh, të cilët kanë dëshmuar dhe që mund të dëshmojnë këtë krim të kryer nga shteti i Serbisë. Disa prej tyre kanë botuar libra me dëshmitë e tyre, shumë prej tyre kanë dhënë intervista, dokumente, fotografi, të tjera fotografi satelitore të vendeve të NATO-s, po ashtu mund të shtohen si dëshmi të pakontestueshme të kohës për hetimin e skenarëve të këtij kapitulli kriminal të projekteve të Serbisë për spastrim etnik dhe gjenocid në Kosovë. Ajo çfarë pritet të ndodhë dhe çfarë bëj thirrje përsëri është që Prokuroria Speciale e Kosovës të filloj zhvillimin e hetimeve për këtë masakër dhe iniciimin e proceseve gjyqësore për të. Dhe nuk ka vend më të përshtatshëm për ta bërë këtë thirrje se sa pikërisht vendi ku ne jemi të fortë e gjallë, po kur nuk i harrojmë ata që ishin të fortë edhe më të fortë se ne, por nuk janë më të gjallë sepse dora kriminale gjenocidale e Serbisë i pushkatoi në këtë fush brenda oborrit të burgut. Kriminalet e luftës të çdo rangu dhe përgjegjësie duhen hetuar dhe ndjekur penalisht, sepse krimet e luftës nuk vjetrohen, nuk harrohen dhe nuk falen asnjëherë asnjëri prej tyre në asnjërin rast. Tash janë duke u bërë hetime e arrestime të kriminalëve serb të luftës më shumë se kur më parë. Pothuajse nuk kalon java pa pasur ndonjë arrestim. Mirë po aq të mëdha janë krimet që i kanë bërë Serbia, aq e gjerë është përbasa e tyre, aq e thellë është mizëria e tyre, saqë edhe ky shpeshtim i arrestimeve nuk është mjaft, është pak. Njëri nga të mbijetuarit e masakrës së Dubrovës, generali i Forcës së Sigurisë Kosovës dhe ish deputeti Enver Dugolli, e ka bërë kallëzimin penal edhe pranë dhomave të specializuara të gjykatës speciale, pra, mirë po dhe pas 2 viteve nuk ka asnjë veprim lidhur me këtë, pasi që paraprakisht është marrë përgjigjja se ato dhoma specializuara nuk merren vetëm me njërin etni apo me njërin formacion. Dhe 2 vjet më vonë nuk kemi veprime në përputhje me kallëzimin penal të mbijetuarit Enver Dugolli dhe gjithashtu nuk kemi veprime as të prokurorisë e sistemit ton të drejtësisë, ndërkohë që, siç e dim, edhe po mplakën dëshmitarët, por në anën tjetër edhe natyrisht që me kalimin e kohës edhe zbehet kujtesa. Andaj është domosdoshme që mbi dokumentacionin që e posedojmë dhe mbi dëshmitarët e gjallë që janë kaq të shumtë të veprohet menjëherë pa vonesa, sepse kushtet, mundësitë janë më të mëdha se kur më parë për një gjë të këtillë. I përjetshëm qoftë kujtimi për të vrarët këtu në burgun e Dubrovës, mirënjohje e thellë dhe jetë të gjatë të gjithë mbijetuarve të kësaj masakre. Lavdi të rënëve e ju faleminderit për pjesëmarrje vëmendje.